Me një ceremoni mbretëlënëse dhe atmosferë të ngrohtë familjare, u bë hapja solemne e kopshtit më të ri në qytetin e Prishtinës, Kids Way Academy. Të pranishëm ishin prindër edukator, të cilët patën mundësinë të shohin nga afër ambientet moderne dhe standardet e larta që ky institucion i ofron për edukimin dhe zhvillimin e fëmijëve. Kids Way Academy është më shumë se një kopsht. Është një vend ku fëmijët ndihen si në shtëpi. Ambientet janë të ndërtuara me përkushtim dhe dashuri për t'i ofruar çdo fëmijë një përvojë të sigurt, të lumtur dhe edukative. Kopshti përfshin gjithsej 4 klasa të ndara sipas grup moshave, të pajisura me mjete didaktike bashkëkohore që ndisin kreativitetin dhe të mësuarit përmes lojës, dhomë-gjumje përshtatur për pushim të qetë dhe të rehatshëm për fëmijët, kuzhinë moderne ku përgatiten ushqime të shëndetshme e të balancuara për çdo nevojë ushqimore, banje të përshtatura për moshat e vogla me standarda të larta higjiene dhe sigurie. Hapësira rekreative të brendshme dhe të jashtme, me lojra edukative dhe argëtuese që ndihmojnë në zhvillimin motorik dhe social të fëmijëve. Obori i gjelbëruar i kopshtit është një vend i mrekullueshëm ku fëmijët mund të luajnë të lirë dhe të lidhin miqësi të reja në një mjedis të sigurt dhe frymëzues. Gjatë ceremonisë, surpriza më e madhe për fëmijët ishin maskotat të gjalla, të cilat sollën gëzim dhe shumë buzëqeshje. Të veçlit u bashkuan me to në kërcime dhe lojra plot hare, duke krijuar kujtime të paharrueshme në këtë ditë të veçantë.